dhe madhimshmja, shumë për reperave që po i bëjnë reklam kokës, janë tregtarë të kokës së zemrës ime. Ando që po promovojnë disa reper, artistë shqiptar, Jo vetëm e promovojnë, po e shesin në diskoteka. Mjerisht, kjo është informacion i pastër, mjerisht shitet sot tek trit në diskoteka. Do një rast? Absolutisht, 1 milion raste. Shqipëri, Kosovë? Në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Ka repera që po e tregtojnë kokinën në diskoteka i dashur. A mundesh të sa emra me këtë? Jo. Nuk i për... Mi po janë të njohur artistë ata apo? Po, artistë nuk janë kriminal të njohur. Se në momentin që vargu bëhet sebeb për të bërë reklam të së keqes, në momentin që puna, arti yt bëhet sebeb për ta çmendur të riun, se kësaj thojnë të pagush parë që të çmendesh. A ke parasysh? Edhe ka dalë një shprehje, sidomos andaj nga Shqipëria në Kosovë akoma, jo fal Zotit. Në Kosova ka, domethënë vëllezërit, pjesa e Dardanëve kanë akoma kulturë. Kanë akoma kulturë. Po aty andaj nga ne thojnë unë nuk po i bën gjë njeriu. Kokainë që është shes, nuk i kam gjam borë shkuj. Po mirë, them shumë për atyre që e shesin, mirisht. Ma gjeni familje që ka një konsumues kokainë dhe që është e lumtur. Ma gjeni familje që ka një djalë ose një vajzë që konsumon kokainë dhe që nuk ju ka ikë lumturia për jasë familje, dhe që nuk qajnë dhe nuk lotojnë çdo ditë prindrit e atyre, dhe që nuk u therë shpirti të tjerëve, atyre që ja dojnë të mirën. Kjo mjerim, kjo është masakër shpirtërore, po edhe shëndetësore. Le të shkojmë një herë te ata persona që janë me terapi, se sa vuajnë. Dhe unë merrem, jam dëshmitar i shumë të rinjve që u predikoj atë çka është më e mira, atë çka është më e bukura, atë çka është më e larta, atë çka është më dashurorja. Besimi dhe dashurinë e Zotit, se me atë gjen forcën për tu. Kam qenë edhe vetë konsumues, si pjesë e muzikës, kam qenë edhe vetë konsumues për 3 vite, i landëve të caktuara. Kam qenë vetë... Sa vite nga tërgo? Para 19 vitesh. Substanca? Nuk duhet futet më thënë. Edhe me të rëndet edhe me të letat, kuptom drejt, dhe besimin e Allahun është një forcë e pa kontestueshme në distancimin e kësaj pjese. Plus që kam ushtruar edhe pjesën e terapive. E kam thënë edhe në live-et e mia në TikTok. A ke parasysh që kam qenë pjesë dhe u flas që të distancohen. A ke parasysh të distancohen në mënyrën më madhështore të mundshme. Prandaj dalim te arti, kur bëhet arti sebeb që të devijoj dhe të pasurohet makinat e shtrenjta, e të thashtë më the, domethënë në klipe, nuk është më art, po është një ushtri, një makineri e së keqes që mbillet fatkesisht të një brez i mrekullueshëm siç janë trit tonë.